Të tjera detaje raportohen lidhur me ekzekutimin mafios të ndodhur mbrëmjen e së dielës në Elbasan, ku viktim mbeti 43 vjeçari Mondi Hyka, alias Mondi Mëhalla. Ky i fundit u qellua sapo hipi në automjetin e tij pasi doli nga zyra e njërit prej bizneseve që kishte në pronësi, në hyrje të karburantit. Policia është vënë në kërkim të autorëve të dyshuar, ndërkohë që po kalojnë në sit disa automjete tip Audi, të ngjashëm me atë që shfaqet në kamerat e sigurisë dhe që dyshohet se kanë lëvizur autorët e ngjarjes. Në këtë kuadër, përveç një Audi të djegur dhe gjetur në Mirak, policia ka identifikuar edhe një tjetër automjet të dyshuar si të përfshirë në ngjarje. Ky automjet është lokalizuar në qytetin e Durrësit dhe është sekuestruar për ekspertizë të thelluar, pasi dyshohet se mund të jetë përdorur në fazat përgatitore ose pas ekzekutimit. Të dy automjetet po analizohen nga ekspertët e kriminalistikës për gjurmë biologjike, daktiloskopike dhe provë materiale që mund të çojnë në identifikimin e autorëve. Vrasja e biznesmenit Mëhalla ndodhi rreth orës 20:35 të së dielës, pranë biznesit të tij në Unazën jugore të Elbasanit. Sipas ekspertëve, ai është qelluar me 3 plumba, 2 në kokë, çka tregon një ekzekutim të mirë organizuar. Biznesmeni sipas të dhënave paraprake sapo kishte dalë nga zyra e tij dhe ishte futur në automjet në momentin e sulmit. Përplasja që pati disa ditë më parë për shkaqe ende të paqarta, po merret seriozisht si një nga pistat kryesore të hetimit. Ditën e sotme në vijim të veprimeve hetimore, u gjet në fshatin Mirak një automjet tip Audi i djegur plotësisht, i dyshuar si mjeti me të cilin autorët u larguan nga vendngjarja. Ky zbulim së bashku me automjetin e dytë të identifikuar në Durrës, po konsiderohen si provat kyçe për zbardhjen e skemës së atentatit. Ndërkohë policia ka ngritur pika të shumta kontrolli në të gjitha daljet e qytetit dhe vijojnë kontrollet në terren, në banesa dhe në rrugë dytësore. Të paktën 15 persona janë shoqëruar deri më tani dhe po merren në pyetje për të hedhur dritë mbi rrethanat e vrasjes. Grupi i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë së Elbasanit po punon për mbledhjen e çdo prove, përfshirë kqyrjen e pamjeve filmike të zonës që mund të ndihmojnë në identifikimin e atentatorëve. Burime zyrtare konfirmojnë se Mëhalla kishte precedent penal në fushën e narkotikëve dhe armbajtjes pa leje. Po ashtu konflikti ndodhur pak ditë përpara ekzekutimit po konsiderohet një pistë e mundshme e lidhur me motivin e ngjarjes. Hetimet po vijojnë në disa drejtime paralelisht, ndërsa autorët mbeten ende të paidentifikuar, pasi edhe dëshmitë e siguruara nga pyetjet e deritanishme të shtetasve të shoqëruar nuk japin indicje të qarta për pistën e hetimit. Në pyetje janë marrë edhe të afërm të tij, të cilët mund të hedhin dritë mbi identifikimin e incidenteve apo problemeve me të cilat 43 vjeçari mund të jetë përballur kohët e fundit.